Të shtim thoni ju mu, në këtë kohë kur çmimet janë rritë në stratosferë, po të shkosh në një restorant zakonshëm tash, edhe të hash një drejk që merr një pjatë me pak steak, bërzolle, si thonë, edhe me pak salat, do të pagush $100 në restorante. Po të gatush vetë mëngjesin në shtëpi, do të shkoj të paktën $20-30 dhe që të bësh. Edhe po të shkosh në për të shikosh që të kërkosh me kujdes, gjive ende si që është kjo bufeja këtu, platë për platë kjo bufe kineze. Edhe, për shembull, ma thot me një $20 të bëj. Edhe ti merr çdo lloj sortimenti që nuk të pëlqen me një tjetër. Unë për shembull, si nepsjar që jam, unë përpara se të ulem në tavolinë sjell gjithë ato që do të konsumoj mendoj. Edhe unë mundohem të largohem i çik këtyre mishrave, kryesisht se bërzollës ashi. Po ja, kam marrë këtë supën që më gjithmonë pëlqen, kjo supa kineze, me ca qep një më përsipër, sweet and sour. Pastaj kam marrë një salat me gjitha këto lloje të sortimenteve, edhe I kam futur ty edhe ca nga këto oktopudët e rejq, po të shikosh këtu. Një pjatë me fruta I kam marrë tashti. Edhe zakonisht gjithmonë frutat dhe ëmbëlsinat I kemi marrë në fund. Unë mundohem ti me njënoj ëmbëlsinat komplet. Për arsye se yeah, it's good, very good. Very good. Unë mundohem ti you should give me free food because I'm advertising your restaurant how good it is. You see? Edhe po I them duhet më jepni ushqim fale se po ju bëj commercial fee, kështu free, po ju bëj reklamë fales. Edhe gjithmonë salatët, këto frutët I kemi hëngur në fund. Unë tash kam filluar të mendoj që pse ta mush stomakun me këto gjellat, me këto përpara dhe e merr trupi, mendoj unë, ndoshta jo aq shpejt, e merr ato që ka nevojë, edhe pastaj furnizohen ato në gjaku, kush furnizohet me ushqime, edhe I han kotët e frutat më rapa. Kështu që tash I haj frutat fillimisht, se frutat janë edhe të lëngshme dhe kalojnë gjak shpejt dhe kanë gjithë të vitaminat. Edhe, hi, how are you? I'm advertising your restaurant for free. And then, yeah. And then, kam marrë edhe ca këto qershitve që janë të pare tash. Nuk e dija janë pjek në Shqipëri, duhet janë pjek qëkur, I pjap në qershi. Edhe këtu, megjithëse mundu t'i largohem këtyre bërzollëve, prap kam marrë pak salmon, edhe troftë çka është kjo, edhe pak nga bërzolla. You have to give me a big discount. You see, I'm advertising to everybody. You should come and eat to the Flaming Grill. Edhe pastaj pak nga këto jeshile dhe patatet, karkalecët e detit edhe këto çka quhen. Thank you very much, babe. Oh yeah, I need that. Edhe e gjitha kjo kushton më pak se $20. Edhe ti mund të shkosh më shplot gjëra të tjera që duhesh, po këto I kanë mjaft dhe nuk do të mendoj që do t'i haj gjitha, po pak nga gjitha. Pra me $20 më pak. How much is the lunch? $14.99. Bile që ka $14 e 59, pa që ka më pak se $15. Shkolla po desha, edhe ha dhe paguaj $100 për një pjatë dhe ndoshta s'pëlqen. Pra kudo që t'jeni, kudo që të shkoni, po të shikoni ekonomikisht edhe po të kërkoni mund të hani shumë mirë edhe shumë lirë nëse bëni pa kërkim, ose shkoni për salltanet në një restorant ku paguën $150 e merr një pjatë, edhe të pëlqeu s'pëlqeu ajo është, ose hajde këtu me $14 e 99 cent. Sa më gjoka ju për shnet.